Dhuna në familje është një fenomen shqetësues në rajonin e Korçës, ku kryesisht janë femrat viktima të dhunës, duke ju drejtuar më pas edhe policisë e gjykatës për të marrë mbrojtje. Gjatë vitit 2023, pranë gjykatës së jurisdiksionit të përgjithshëm në Korçë janë depozituar 218 kërkesa për urdhra mbrojtje. 105 kërkesa janë pranuar nga gjykata, 21 kërkesa janë rrëzuar dhe ajo që bie në sy është numri i lartë i rasteve në të cilat çështja është pushuar dhe konkretisht janë 92 raste. Arsyet e pushimit të çështjes për urdhër mbrojtje sipas burimeve zyrtare nga gjykata lidhen me mosparaqitjen e palës paditëse, por edhe me faktin se pala paditëse ose kërkuese paraqet kërkesë për heqje dorë nga gjykimi i urdhrit. Sipas të njëjtave burime, mësohet se pjesa më e madhe e kërkesave për urdhër mbrojtje vijnë nga zonat rurale me 131 të tilla, ndërsa 87 janë kërkesa të viktimave të dhunës që banojnë në qytet. Bëhet fjalë kryesisht për femra të martuara me 1, 2 apo 3 fëmijë të gjitha niveleve arsimore, por mbizotrojnë ato me arsim 9 vjeçar. Viktimat e dhunës në familje të cilat kanë depozituar kërkesa për urdhër mbrojtje pranë gjykatës janë më së shumti të vetë punësuara ose të punësuara në sektorin privat, ndërsa një pjesë më e vogël e tyre janë të papuna. Arsyet e dhënies së urdhrave të mbrojtjes lidhen me faktin se dhunuesi ka kërcënuar viktimën se do të kryej vepra të dhunës në familje apo ka tentuar të ngacmojë atë kontaktoj me viktimën kur i është ndaluar një gjë e tillë.